Jemi rikthyer drejt për së drejti, ora shënon 13, shkurtimisht ju njoh me disa prej zhvillimeve kryesore. Dy këshilltarët demokrat në Bashkinë e Durrësit, Drejtan Burgia dhe Arlind Boshku, shkuan në selinë e Partisë Demokratike për të ankimuar përjashtimin nga radhët e partisë dhe kërkuan ballafaqim me Berishën. Ata thanë se i kanë larguar pas një arsye që lidhet me detyrën e tyre, por vetëm sepse kanë marrë pjesë në foltoren e Ervin Saljanit. Burgia dhe Boshku publikuan një dokument që hodhën poshtë pretendimet e Partisë Demokratike se kanë votuar projekt buxhetin e prezantuar nga kryebashkiakja e Durrësit Emiliana Saku. Mungesa e avokatit të një prej të pandehurve në procesin ku është i përfshirë dhe kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia i ka bërë që seanca e sotme të shtyhet për në datën 3 prill. Prokurori Olz Dado e konsideroi mungesën e mbrojtësit të Fatjon Baçit një strategji për të zbarritur procesin. Vet Velia, i cili u përfaqësua nga avokati Plaren Dreca, bëri të ditur se po lexon dosjen e vënë në dispozicion nga SPAK. Gjykata pezulloi afatet e paraburgimit për Veliajin dhe biznesmenin Abule. Prokuroria e Tiranës çon në gjyq dosjen për ish drejtorin e AMP-s Artiol Saliasi dhe drejtorin e financës Gëzim Sala, të akuzuar se punëstuan pas një verifikim Muçi Shaljanin, i vrarë në atentatin e Rinasit bashkë me Gilmando Danin. Gjatë hetimeve rezultoi se Shaljani ishte emëruar si punonjës i AMP-s në mënyrë urgjente dhe se u pagua pa qenë asnjë ditë në punë. Bizneset shqiptare nuk paguajnë sigurimet për punonjësit. Drejtoria e tatimeve thotë se vjet vlera e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të papaguara arriti deri në 262 milion euro, ose rreth 18 milion euro më shumë se në vitin 2024. Edhe pse kanë detyrim pagimin e sigurimeve, bizneset vijojnë të shkelin ligjin.